Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin u pyet sot nga gazetarët se pse qeveria refuzon të jap llogari në kuvent përmes mocioneve me debat dhe interpelancia, cili ishte reagimi i Toni Gogut. E dëgjojmë. Zoti Ministër, kjo mazhorancë socialiste me 83 mandate është pak paranojake kur në parlament nuk jep llogari duke refuzuar interpelanca, kundërshton vendimet e drejtësisë, gjithashtu është pak kënaqur me vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk po i përgjigjem pyetjes sepse më duket pak tendencioze. Ajo çfarë unë po citoj janë faktet ku ne jemi aty për të çuar përpara atë mandat që na dhanë shqiptarët dhe ju dini shumë mirë tezat tona të fushatës ishin të qarta, integrimi evropian ishte teza kryesore dhe ne do bëjmë çdo gjë të mundur brenda kornizës ligjore kushtetuese për ta çuar përpara këtë mandat. Gjithë negociata me Komisionin Evropian është intensifikuar. Gjithë negociata në parlament gjithashtu është intensifikuar. Ju keni parë që për shembull një nga negociat me opozitën apo ju pyet specifikisht për këtë keni përfshirë. Eksaktësisht dhe unë doja të dilja aty. Ju keni parë se si kemi nisur 2 komisione të posaçme ku Komisioni për Reformën Zgjedhore është një forum ku do na duhet patjetër të bëjmë një nga këta gur kilometrik, siç është financimi ligji për financimin e partive politike, pra ndryshimet për financimin e partive politike, me atë seriozitet që po bëjmë, siç po e shikoni, dhe negociatat për edhe procesin e avokatit popullit, procesin e financimit partive politike, procesin e reformës territoriale, pra të gjithë këtë ju e shikoni që dialogu parlamentar natyrisht që ka vend dhe mundësi për të përmirësuar, por gjithmonë është dypalë. Është e udhës që qeveria të shqyrtoj mirë kur ndërhyrje në kompetencat e qeverisë ndodhin nga pushtetet të tjera. Dhe ajo çfarë qeveria ka bërë në këtë moment është që me të drejtën kushtetuese që i ka dhënë kushtetuta, ka depozituar një ankim në gjykatën kushtetuese. Në përfundim të këtij procesi gjyqësor kushtetues, qeveria do të bëjë atë që do vendosi gjykata kushtetuese dhe që do të jetë më e mira për shqiptarët siç ka bërë gjithmonë. Jemi një tjetër bisedë, flasim për aktualitetin politik. Me mua në studio është deputeti i Lëvizjes Bashkë, Redi Muçi. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni na dy si ne. Faleminderit për ftesën. Lëvizja Bashkë ka paralajmëruar për një protestë ditën e njëjtë në orën 18 përpara Kuvendit të Shqipërisë. Cili është qëllimi i kësaj proteste? Po, qëllimi është një farë mënyre që t'i krijojmë qytetarëve një platformë ku të shprehin pakënaqësinë e tyre me një situatë që ne konsiderojmë të jetë anormale. Pra nga njëra anë kemi, le të themi, kryeministrin e vendit i cili s'ka ardhur thuajse asnjëherë në seancë plenare në kuvend, pavarësisht se ne jemi një republikë parlamentare si thua, ka ardhur vetëm ditën e parë kur pritej të shpaloste programin qeverisës dhe kur mbajti një fjalë të shkurtër në lidhje me buxhetin dhe asnjëherë tjetër. Ndërkohë që gjatë gjithë kohës nga zyra e tij kryeministrore është duke lëshuar sulme ndaj sistemit të drejtësisë për shkak të marrjes së pandehur të zëvendës kryeministres pra Belinda Ballukut. Ky është një situatë të normale ku në vend se zonja Belinda Ballukut jepte dorëheqjen për t'i hapur rrugën hetimit të pandikuar, le themi, të prokurorëve dhe të vazhdojë si thua jeta normale e vendit, është krijuar ky ngërç artificial nga vetë kryeministri dhe rrjedhimisht ne po thrasim një protestë pikërisht për të bërë thirrje jo vetëm për dorëheqjen e Ballukut, po dorëheqjen e vetë qeverisë që përfaqësohet nga Dirama për shkak të, le të themi, aferave të njëpasnjëshme, për shkak të gjithë bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, të cilët janë marrë pandehur ose janë narrativ ose janë në paraburgim. Në një situatë të tillë të jetë anormale, aq më tepër ditën e njëjtë do diskutohet dhe do votohet edhe buxheti i vitit 2026 pra nen për nen, ne kemi thirrur një protestë qytetare për këtë situatë. Po. Ju thatë një platformë ku qytetarët të shprehen. Në fakt ka një platformë edhe përpara kryeministrisë ku qytetarët të shprehen, e thret Partia Demokratike. Edhe ajo dhe kauza është e njëjtë. Unë nuk besoj realisht se kauza është e njëjtë. Korrupsionit kryeministrit, të zëvendës kryeministres. Ashtu është në aspektin e vet performativ foltorja që organizon Sali Berisha me partinë e tij, por kur vjen te qasja përmbajtësore, siç mund të jetë për shembull rasti i komisionit për hartimin e reformës zgjedhore, atëherë të dyja palët duket se kanë rënë në një ujdi me njëra tjetrën, pavarësisht se në aspektin nuk ka një produkt. Nuk ka një produkt, por ama në deklaratat e tyre edhe Dirama dhe Sali Berisha kanë rënë dakord parimisht për shkurtimin e numrit deputetëve, për shembull, i cili
drejt për së drejti do t'ja vështirësonte një subjekti si Lëvizja Bashkë pra përfaqësimin në Kuvendin e Shqipërisë. Nga ana tjetër, për vetë sulmet që të dy liderët e partive pozit dhe mazhorancë i drejtojnë, le themi, sistemi drejtësisë, duket qartazi ajo fryma ose tendenca e tyre për të shkuar në ndryshime kushtetuese që do t'ja kufizonin kompetencat gjykatës dhe prokurorisë, pra siç është rasti i pezullimit nga detyra. Pra, që për interesat përbashkëta e gjejnë gjuhën. Qartazi duket kjo tendenca, si thua. Ata të dyja palët tashmë janë në çfarë mënyrë mbështeten tek njëri tjetri dhe kundërshtar kanë mbar shoqërinë, por edhe le të themi spakun si një vegël e cila po i minon. Pra, konkretisht Komisioni për Reformën Zgjedhore, qëllimi sipas jush kjo është që t'i mbyllin derën partive të vogla? Qëllimi unë besoj është qartazi ky, sepse në thelb është e njëjta marrëveshje që është bërë në vitin 2008 pikërisht mes Sali Berishës dhe Edi Ramës, e cila ndër vite ka pësuar ndryshime fare të vogla, dhe që propozimi i fundit tashmë, me njëherë pas zgjedhjeve, nuk dihet pse me njëherë pas zgjedhjeve hyet për të bërë prapë një reformë zgjedhore, por që në thelb, në parim të paktën ose në atë që është shprehur publikisht nga dyja palët është pikërisht zvoglimi i numrit deputetëve që do të thjesht do vështirësonte numrin përfaqësimin në kuvend me sa më shumë deputet të një subjekti siç Lëvizja Bashkë. I prishni ju punë e Edi Ramës aktualisht me 83 mandate? Ne i prishim punë e Edi Ramës për modelin që përfaqësojmë. Dhe i prishim aq punë sa nuk i prish dot e gjithë Partia Demokratike me krye Sali Berishën, pra, sepse modeli që ne përfaqësojmë është krejt e kundërta e të dyja këtyre partive që kanë. Çfarë ka arritur modeli që ju përfaqësoni që i prish punë e Edi Ramës? Po minimalisht ja kemi dalë në banë që t'i imponojmë kundërshtarëve tan politik kauzat në të cilat ne kemi nisur, kauzat në të cilat besojmë vërtet dhe me të cilat kemi protestuar me grupime të ndryshme sociale. Për shembull, kur ka ndodhur në 35 vjet që të dëgjoni nga Kuvendi i Shqipërisë që të diskutohet për pensionet. Që themi, PS-ja thotë ka një rritje substanciale të pensioneve, edhe pse kjo gjë qartazi nuk është e vërtetë, siç ata vetë nuk arrin ta pohojnë që nuk do ketë më bonus të fundvitit. Pra është marrë bonusi i shpjesuar me 12 muaj. Nga ana tjetër, Partia Demokratike, për shembull, kur keni dëgjuar të flasë për kauzën e minatorëve, për miratimin e statusit minatorit, për nevojën e miratimit të një minimumi etik. Gjithë kjo retorikë prej tyre ka ardhur si pasojë e hyrjes tonë në kuvend, për të thënë që dhe ne nominalisht, si thua, i përmendim këto çështje, por unë nuk besoj se ka ndonjë. Tani minimumi etik është folur edhe para se Lëvizja Bashkë të ekzistonte apo të themelohej si subjekt politik apo si lëvizje? Mendoj se mund të jetë prekur disi tangent, por në 2023, për shembull, ne kemi ndërmarrë një fushat ku kemi mbledhur rreth 21.000 firma qytetarësh për një projekt ligji, i cili ka shkuar në Kuvendin e Shqipërisë, pra është depozituar si iniciativë qytetare dhe që është injoruar totalisht për 2 vjet të tëra. Dhe në gusht të 2025-s na erdhi përgjigje që nuk patëm kohë ta shqyrtonin. Pra patën kohë të shqyrtonin rritjen e pagave tyre, një sër ligjesh tjera në dëm të shqiptarëve, por jo minimumin etik. Tani akti që në vetvete ndërmerr PD-ja për ta përmendur minimumin etik kur 2 vjet të tëra ka fjetur në shqiptarët e Kuvendit, nuk e di se sa i bin shqiptarët, por ne kemi seriozisht. Dhe fakti që ne përfaqësojmë këtë model ndryshe. Gjithë të thonë Redi, ne kemi seriozisht. Dakor, mirë. Flasim pak për protestën, se duket po nis një val protestash, ju keni paralajmëruar një protest, Adriati Klapaj, kreu i Shqipëria ka nisur një protest i vetëm që mbrëmjen e kaluar deri më sot përpara kryeministrisë me shpinë shullur një karrige nga godina e kryeministrisë, Sali Berisha, Partia Demokratike. Tani, se e pyeta dhe kolegun tuaj, ndoshta jeni kundërshtar politik në forca të ndryshme, por jeni të gjithë në opozitë. Dhe armiku juaj është i përbashkët, Edi Rama. Protesta të veçanta. Protesta, pavarësisht se keni një kaos të përbashkët, por çdo subjekt politik organizon një protestë më vete. E ndihmon kauzën? Shiko, në fund të ditës, ne mendojmë se ka një ndarje të qartë mes thirrjeve që u drejtojnë qytetarëve, mendoj unë. Në njëra anë është Sali Berisha që ka ndërmarrë një cikël foltoresh përsëri, ku mua nuk më duket ai shumë që theksin e ka tek, si thua, qeveria korruptuar, se sa në vetvete do të rimarrë në dorë partinë e tij për zgjedhjet brenda partisë që do jenë në prill, duket. Edhe me për hir të fraksioneve që po lindin aty brenda, për hir të treguarit që jeni duke bërë diçka. Ajo që po bën Adriati Klapaj është, nuk e di, në politik ka vend edhe për kështu akte, si thua, të dëshmimit të rezistencës fizike. Për shembull, Mao Zedongi notoi në lumin
janë nxe. Sali Berisha thjesht të dëshmoj që unë rezistoj fizikisht. Po mua më duket Sali Berisha notonte për 4 orë pa ndërprerje. Ilir Meta ka përcente male fusha e më the tash. Kështu që edhe akti që unë ta kaloj natën para kryeministrisë duket një akt performativ për të treguar një rezistencë fizike që lidhet edhe ndoshta me vendosmërinë politike, që nuk e di se sa do të tërheq qytetar. Ajo që dua të them që gjithë secili ka të drejtën për të ndërmarrë thirrjet e veta ndaj publikut. Ajo që po bëjmë ne është një protestë e mirëfill me pikat e qarta ditën kur do diskutohet edhe buxheti përpara kuvendit dhe që ftojmë të bashkohen sa më shumë qytetarë. Dakor. Tani, protestat, përveç janë një organizim qytetarësh, janë dhe një emocion, është dhe një revolte brendshme, është dhe një inat, është dhe një urrëtie. Tani, çfarë protestash mund të jenë këto, sikurse juaja, me datë, me orë, protestojmë për kryeministrin, për zonjën Balluku, për minimumin jetik, përse duhet ngrihen qytetarët fundit? Po për gjitha këto çështje, megjithatë. Përse në orën 18 dhe në datën 11 dhjetor? Shiko, ajo që bëjmë ne është që, siç thash, i krijojmë një platformë qytetarëve për të ardhur dhe për të shprehur, le të themi, atë kundërshtimin e tyre. Pastaj, se sa prej tyre e besojnë se nëpërmjet saj mund të arrihet diçka ose jo, kjo ngelet për të parë dhe për të dëshmuar, por në fund të ditës, për shembull, nëse shohim dhe vendet afër nesh në rajon. Pra kemi protestën e fermerëve në Greqi, kemi protestat masive në Bullgari, kemi protestën e studentëve në Serbi. Të cilat kanë marrë një tjetër johon, të cilat kanë një urrëtie, të cilat kanë një mllef brenda. Tani, të thuash ftojmë qytetarët të vinë në orën 18, në orën 11, në orën 11 dhjetor dhe të protestojmë për zonës kryeministrin. Po shiko se e kanë fjalën me njoftimin. A ka sens protesta me orë, me orar, me ditë? Protesta si thua, me nismën e dikujt të një subjekti dhe pastaj mbarojnë 2 orë dhe shkojnë në shtëpi. Jo, për shembull ju kujtoj rastin e protestës studentore të vitit 2018, e cila dhe ajo atëherë lindi për një kërkesë minimale që kishin studentët për një tarifë shtesë, le të themi, për provimet, dhe që eventualisht u përshkallëzua. Pikërisht, e përmendin politikanët, e përmendin aktivistët. Pikërisht, është një moment që mund të në literaturë njihet si pika e vlimit të protestave, ku për një shkëndit vogël, një çast, një moment caktuar, gjithë bëhen bashkë dhe sa më shumë afrojnë, aq më shumë tërheqin me vete. Dhe ne, ajo që po përpiqemi të bëjmë është pikërisht të testojmë këtë moment të shoqërisë shqiptare. A ka ardhur ky moment ku gjithë duhet ngrihen dhe të protestojmë për një situatë të jeta normale siç e përshkrova në fillim. Dua të kujtoj diçka tjetër që për hir të së vërtetës në Shqipëri sa shtrohet shpesh pyetje pse nuk ngrihen protestojnë shqiptarët. Nëse në Greqi dalin fermerët, studentë me radhë, është edhe për shkak të ekzistencës së këtyre celulave të pavarura të vetorganizimit, si thua, janë sindikatat, janë unionet studentore, janë shoqatat e ndryshme të njerëzve, që në një moment të caktuar mobilizimi është shumë e thjeshtë të koordinohen dhe të kenë një qëndrim, si thua, të unifikuar në një protestë, e cila pastaj mund të vazhdojë për ditë të tëra. Në Shqipëri, individi, qytetari, ndihet të jetë i vetëm për shkak të mungesës së këtyre grupimeve, celulave, siç thash, institucioneve që ose duhem t'i quajmë, që ne në fakt jemi përpjekur t'i ngrem të pavarura dhe në universitete dhe në sindikatat pavarur, por që sigurisht është një rrugtim i vështirë nga i cili duhet kalojë Shqipëria. Është mungesa e këtyre celulave apo e sindikatave, apo se shqiptarët nuk i besojnë politikës, as të vjetërve dhe as të rinjve? Sigurisht që nuk i besojnë politikës, ose le të themi që në 35 vjet janë zhgënjur pafundësisht nga politika. Dhe detyra e një subjekti të ri, si Lëvizja Bashkë, është që të ndërtoj këtë kredibilitet, le të themi, të qytetarit, i cili do vi me kohë, fal konsistencës tonë, fal aftësisë tonë për ta përçuar mesazhin tonë, për të bërë gjën e dur në momentin e dur, por ky është një rrugtim politik. Por që shqiptarët janë të Ku jeni në këtë rrugtim? Po besoj se jemi në rrugën e duhur. Jo, në fillim, në mes, në fund, domethënë si po ecën. U hodh hapi. Keni disa vite që jeni. Si grup aktivistësh kemi që në 2011 dhe në 2023 hym për të parë në zgjedhje dhe në 2025 ja dolëm banë si grupim aktivistësh, po. Kështu që në këto 10 vjet? Në këto 10 vjet, po minimalisht në 2025 jemi ja dolëm banë të përfaqësohemi në Kuvendin e Shqipërisë dhe shpresojmë që fal këtij përfaqësimi dhe si një hap i rëndësishëm të masivizojmë mbështetjen ndaj gjërave që besojmë, ndaj asaj që përfaqësojmë. Për shembull, të gjithë treguesit nëse do mbaheshin zgjedhjet zgjedhjet si quheshin të pjesshme në Tiranë, tregonin që do ishte dhe zoti Qori dhe tregonin sondazhet tregonin që rezultati ynë të paktën do 3-4 fishoj
Që ne besojmë se jemi në rrugën e dur, por siç e thash, është një rrugtim të cilin gjithë bashkë duhet ta kalojmë dhe sa më shpejt ja dalim ban të bindim qytetarët, aq më shpejt do ketë rezultate, le të themi. Nga këto sondazhe, nga komunikimet që ju keni me qytetarët në këto 10 vjet, kanë besim tek të rinjt? Ka një shumë edhe për fytyrat të reja në politikë. Subjektet e reja në zgjedhjet e fundit. Në fakt parti 2 vjet. Nuk është në një sukses në vetvete, se që është një hap i radhës i rëndësishëm, që quhet apo pak më. Aq edhe performojnë aq mirë pikërisht qytetar. Ato vota që nuk nxjerrin dot një deputet i shkojnë Partisë Socialiste. Dhe ky është problem në se shumë kollaj, po. Më shumë patjetër duhet të bëjmë më shumë. tani. Kasitet isha që ne po bëjmë të kundërtën e asaj që është duke bërë Dirama, pra nëse Dirama është duke sulmuar sistemin e drejtësisë, ne themi që është ai i cili duhet çështja është qartazi, vullneti tash ose kanë
Sigurisht jo. Do të thonë, prapë rikthehemi te protesta më e afër për nga masiviteti, larmishmëria e mesazheve. Pjesëmarrja si thua gjeneroi përgjegjësi gjithë sistemin e arsimit. Mbani mend atje dirama në atë periudhë, si më thënë që u zë vërtet ngushtë se nuk kishte çfarë përgjigje të jepte. Gjatë gjithë kohës thoshte kjo dora e shtrirë, mbani mend besoj. Hajde flasim. Të keq në fund vitit edhe nga kushtet hyrja e partive politike. Si parti edhe zoti Qori, po dhe ju jeni vazhdimisht e keni qenë gjatë gjithë kësaj periudhe në takime me minatorët, me fermerët. E ndjeni rritimin e tyre, kanë mlef qytetarët sot? Qytetarët kanë shumë mlef, por gjëja që i pengon shumë që t'i bashkohen, nuk po e paragjykoj, nuk e dim se si do shkoj protesta, por marrim skenari më të keq, nuk ka. Përse nuk i bashkohen atëherë? Po sepse në këto 35 vjet, në një farë mënyrë, çdo qytetar, çdo bujk, çdo fermer, çdo minator e ka perceptuar rolin e vet përballë politikës si i vetëm. Dhe rrjedhimisht edhe pasojat që vinin prej kënej i ka përjetuar i vetëm, le të themi. Qoftë kjo presionet si në ditën kur votohet dhe vjen presioni i pushtetit për të votuar në një mënyrë të caktuar, edhe pas një proteste, le të themi, të mirëfillt ose një proteste relativisht të suksesshme, presionet sigurisht vihet në punë makineria e presioneve, le të themi, nga pushteti. Dhe prandaj më përmenda pak më parë edhe rolin që luajnë sindikatat, për shembull. Duke qenë një sindikat nuk je i vetëm, je në një kolektiv të caktuar. Po sigurisht, duke qenë në union studentor, duke qenë një shoqat, duke qenë një grupim që bazohet tek solidariteti në grup, e kanë shumë herë më të thjeshtë edhe të marrin pjesë protesta, po edhe të mjanojnë si thua pasojat individuale të tyre. Sigurisht që thirrja e Lëvizjes Bashkë si një parti që tenton të përbashkojë grupet e ndryshme sociale është një thirrje që në një farë mënyrë përpiqet ta zëvendësojë këtë rol, por është i pazëvendësueshëm, sado që të hiqemi sikur. Një parti politike nuk mund të zëvendësojë një sindikat. Prandaj roli i sindikatave është thelbësor në një shoqëri, jo vetëm për vetë punëtorët ose minatorët që organizojnë në kërkesat e tyre, por për demokracinë e vendit. Dhe ne këtë gjë kemi pas parim që kur jemi themeluar si grupim, si më thënë. Prandaj jemi përpjekur të ngrejmë edhe sindikatet pavarur përmenda unione studentore me radhë. Kështu që në rrugëtimin tonë kemi parë që forma që ne po përdorim tani është njëkohësisht ajo e partisë politike që organizon, le të themi, tubime të tilla, ndërmerr nisma të tilla, por njëkohësisht ne jemi kudo ku ka një protestë punëtorësh, kudo ku studentët, si thua, ngrenë shqetësim të caktuar, kudo ku grupime ndryshme sociale në lokalitet, në komunitet kanë shqetësime që lidhen me mosfunksionimin e institucioneve. Pra që të ngrejmë institucione do duhet të vi kërkesa nga poshtë, nga banor, nga populli, por që zëri i popullit të dëgjohet, duhen këto si antitrupa, le të themi, social të tillë. Ne përpiqemi të bëjmë maksimumin edhe nëpërmjet foltores së kuvendit me atë kohë që na lënë në dispozicion. Faleminderit shumë për bisedë. Faleminderit ty për ftesë. Një tjetër hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë. Hey, po nis një kapitull të ri? Të duhet veç një gjë dhe bota është aty, gati për ty. Nata, muzika, planet, provimet që do vinë, këtë vit të gjitha do t'i mbërrijmë, sepse do ndjekim ritmin tënd.